Nga ana tjetër, po kthehemi tani tek partitë të tjera politike. Ka pasur edhe një ndikim goxha të madh tek pjesa e partive të tjera politike, duke pas parasysh Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike ka pasur, po themi, një vakum për shkak të ndryshimit të kryetarit. Ndryshimi i kryetarit nga Memli Krasniqi te Bedri Hamza ka krijuar një lloj vakumi për faktin se ky ndryshim deri në momentin e marrjes së postit të rregullt të Bedri Hamzës, duke mësuar struktura dhe duke mësuar gjithë pjesën e piramidës, normalisht kjo gjë do t'i kushtoj goxha Partisë Demokratike, por në këtë trend mund të themi që ka pasur pak një rritje nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ka pasur edhe nga ata njerëz të cilët deri në zgjedhjet e kaluara mund të themi që kanë ikur nga Lidhja Demokratike dhe janë bashkuar vetëvendosjes. Por duke u mërzitur nga pjesa e këtij vakumi politik, pra nga 9 shkurti i vitit i 2025-s deri tani që erdhëm për zgjedhjet e dhjetorit, pra deri në zgjedhjet e 28 dhjetorit, normalisht që kjo gjë ka krijuar pak kënaqësi të disa individ të cilët tashmë mund të jenë rikthyer paksa nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, ajo çfarë shihet në këto zgjedhje mund të themi që ka një dobësim nga ato që un kam arritur të shoh nga pjesa edhe e reflektimit të kolegëve në Kosovë. Partia Demokratike ka pasur një rënje, mund të themi, në këtë formë, kurse Lidhja Demokratike paksa mund të jetë e ngritur në këtë balancë. Ajo që është më shumë që diskutohet është pjesa e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinaj, që burime bëjnë me dije që ka pagesa pafundme, janë hedhur lek pafund, që ai të blej vota për të kaluar pragun, sepse Ramush Haradinaj pa koalicion, pra pa nismën e Fatmir Limajt, tani këtë radhë që kandidon e vetme, e ka të vështirë që të kalojë. Pra ka hyrë vetme në këto zgjedhje. Po. Ka hyrë vetme dhe për të kaluar pragun është një çik me siklet mathe ka. Se gazi edhe atje blehen vota si në Shqipëri? Çiko, apo ka raste? Ka raste, blihen votat, nuk është se blihen domethënë në atë formën e standardit të Shqipërisë, sepse këtu ka një gjë, nëse dikund vota ose njeriu blihet me shumë lek, Shqipëri blihet me pak lek. Këtu në Shqipëri blihen edhe me thesmilli. Kurse atje nuk është një standard i tillë. Atje nëse duan për ble vota, blejnë me vende pune vota, nuk blejnë me para kesh. Vendet e punës kanë këta persona që ne flasim aktualisht, biznese kanë pafund, sepse kanë qenë në qeveri dhe kanë bizneset e tyre ku këta qytetarë të cilët i kanë brenda bizneseve të tyre, i kanë shtrënguar që këto vota mos ju dalin në partitë të tjera, po t'i mbajnë brenda partisë vet. Gjë të cilën më herët nuk ka pasur asnjë lloj shantazhi në Kosovë që dikush t'ia hedhë votën atij që, domethënë, nuk është kërcënuar vendi i punës për votë. Ndërsa në këto zgjedhje ka dhe kërcënimet vendit punës për votë.